Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, e sonte do të kemi një nga intervistat më të veçanta të gjithë edicioneve të këtij emisioni, sepse do të kemi një mysafire me famë ndërkombëtare, e cila është një nga zërat më të fuqishëm të aktivizmit dhe të drejtave të njeriut në Francë. Me mua dhe me ju sonte është Shanley Clement McLaren. Welcome. Mirë se keni ardhur. Thank you very much. Ju ngjatë jeta, faleminderit shumë. Mirë që jeni këtu, si po ndjeni në Kosovë, duke qenë që është vizita juaj e parë këtu. Është era e parë imja këtu në Kosovë, tashmë gati një javë, dhe ka qenë e shkëlqyeshme në fakt. Jam takuar me shumë njerëz, me shumë organizata, dhe kam parë edhe pak Prishtinën, ka qenë e shkëlqyeshme në fakt. Faleminderit shumë që jeni këtu për audiencën në Shqip, do ta lexoj shkurt biografinë tuaj, kështu që të kenë mundësinë të dinë më shumë. E Radio Kosovës, siç e shihni, intervista do të zhvillohet në gjuhën angleze, ndërkohë që ju do dëgjoni përkthimin simultant në audio. Unë do të lexoj shkurt një biografi të saj dhe gjithë veprimtarinë e saj të jashtëzakonshme që ka bërë në botë. Shanley Clement McLaren është një aktiviste feministe ndërkombëtare dhe eksperte të drejtave digjitale, e angazhuar fuqishëm në ndërthurjen midis barazisë gjinore dhe mjedisit digital. Ajo është e njohur për angazhimin e saj kundër dhunës kibernetike ndaj grave, veçanërisht kundër ngacmimeve, gjuhës së urrëties dhe bullizmit digital. Përmes punës së saj advokuese dhe kërkimore, Shanley promovon parimin se të drejtat digjitale janë të drejtat të njeriut, duke theksuar nevojën për politika gjithëpërfshirëse dhe mbrojtje ligjore në epokën digjitale. Shanley Clement ka bashkëpunuar me organizata ndërkombëtare, institucione publike dhe platforma digjitale për të rritur ndërgjegjësimin mbi sigurinë online, barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave në teknologji. So this is your Atëherë, kjo ishte biografia juaj e shkurtër për të gjithë punës së mirë të madhe që po bëni ndërkombëtarisht për të drejtat digjitale, por para se të shkojmë tek pjesa profesionale juaj, të di pak më shumë si Shanley McLaren ka qenë kur ka qenë fëmijë. Kjo është pyetje e madhe në fakt, se si kam qenë kur kam qenë fëmijë. Jam rritur në Paris, në periferi të Parisit, dhe jam rritur nga një baba francez, ndërsa nëna ime është skoceze dhe austriake, pra nuk është plotësisht franceze. Janë takuar kur ajo ka qenë në studime në Paris dhe ka qëndruar dhe pastaj normalisht kam lindur unë. Pra jam rritur në Paris, kam edhe një motër që është 4 vjet më e re se unë. Besoj që kam pasur një familje goxha të bukur. Dhe po, pak a shumë kaq. Si ka qenë momenti definues për ty që të ka shtyp drejta aktivizmit për të drejtat e grave dhe të drejtat digjitale? Ku ke zgjidhur që të punosh në këtë fushë? Derisa po rritesha, njëherë jam ballafaquar në situata të pabarazisë, të trajtimit të pabarabartë, dhe derisa po rritesha, më duket që kam ndjer diçka që nuk duke e mirë një situatë ngacmimi ose ndodhte diçka që më dukej se nuk ishte në rregull, dhe ishin ato momentet e vogla që më bën ta kuptoj se duhet të luftoj kundër pabarazisë, po që do thosha se më janë hapur sytë vërtet kur ka filluar lëvizja Me Too. Mund të tingëlloj pak sa klishe, por kjo ka ndodhur në fakt. Lëvizja Me Too ka filluar në vitin 2017, nëse kam sakt, dhe ka filluar në SBA me Harvey Weinstein si rast, pastaj ato raste tjera në Hollywood, dhe që patëm kishim profile goxha të mëdha në të trajtuar nga e lëvizje, dhe duke lëvizur në gjithë botën, erdhi edhe tek ne. Tani nuk e di nëse ka pasur lëvizje Me Too ashtu në Kosovë, por që kur arriti në Francë, shtypi mediat e luajtën një rol të madh në atë kohë, në vitin 2017. Isha 18 vjeçare në shkollë të mesme në vitin e fundit. Si dhe kur pas atë që
po arrinte si lëvizje I vinte fjalët në zërin e kundër situatave për barazis, pra po I vinte emrin diskriminimit sistematik. I abuzuar në këtë kuptim që të ka shtyptesh më angazhuar. Besoj që kemi statistika në Francë që thonë se 100% të grave kanë kaluar një lloj forme të dhunës qoftë në ngacmim ose dhunë seksuale. 100% thonë të dhënat e Francës. Pra e kam kaluar edhe unë dhe nuk jam vetëm se individ, është një historie kolektive dhe ku lëvizja Me Too e kuptova që rrëfimi nuk ishte vetëm në fakt dhe ajo që kisha kaluar nuk ishte individuale, nuk kisha ajo trauma individuale, ajo që kisha kaluar vetë në rastin tim individual, pra e kuptova që ka aq shumë nga të reja e vajza që kishin kaluar saktësisht të njëjtën gjë dhe kështu u bëra vetëdijshme për faktin që seksizmi është thjesht pjesë e sistemit, është diskriminim sistematik, sistemor. Dhe kur flas për aktivizmin tim dhe lëvizjen Me Too, për mua ka qenë si rilindje, sepse nga ditë tutje është sikur të isha zgjuar. Duhet ndalem këtu. Si ka shkuar rrugtimi juaj nga një zë individual tek një aktiviste e njohur ndërkombëtarisht? Ka qenë një rrugtim goxha I gjatë, shumë I gjatë. Pra, flasim për fëmirisë sime që nuk e kisha kuptuar se çka është seksizmi. Dhe pastaj lëvizja Me Too dhe u bëra e vetëdijshme dhe kur u bëra vetëdijshme më bëri të hidhruar. Mu hapën sytë. Dhe e pash që ka raste të ngacmimit seksual edhe në shkollë ku po ndiqem si. Do një shembull për këtë drejtim? Për shembull, në klasa kishte djem që ngacmonin seksualisht vajzat në klasë. Për shembull, po të dilje në tabelë si vajzë për të përgjigjur ndaj pyetjeve të arsimtarit apo mësimdhënësit. Dhe djemt pasaj që thonë e paska prapanicën e madhe ose ndonjë koment të tillë që është shumë ngacmues seksualisht, do fatkeqësisht mësimdhënësit nuk është se I vinin veshën shumë këtyre gjërave, dhe pasaj u bënin edhe fotografi dhe kur dilnin në tabelë do thotë fotografi duke ecur në ubër me mesazhe nënçmuese dhe sigurisht që ka ndodhur shumë më shumë, por që nuk ka pasur ndonjë reagim nga shkolla. Dhe gjitha këto më bënin të hidhruar sepse gjitha këto I thoshte lëvizja Me Too. Pra papritës u bë aktiviste. Isha thjesht qytetare thjesht, por që mu desh të veproja, e kisha atë urinë për të vepruar. Pa që bëjt diçka për të ndaluar gjitha këto. Pra, shkolla, tek shoqet e mia, edhe I ftova që ta bllokojnë shkollën, që është rënditse për francezën në fakt. I bllokojnë shkollat si formë proteste dhe është gjë demokratike, kështu e pranishme. Dhe ndodh shpesh dhe filluam të bllokonim shkollat për çështje politike, vetëm shkollën tuaj, po gjitha shkollat. Filluam me shkollën time. Filluam me shkollën tuaj, po. Filluam me shkollën time, blokada antiseksizëm. Para e llojit vet në Francë dhe pas kësaj patëm një mbulim të madh mediatik. Le Monde, Le Parisien, erdhën në shkollë. Pra shkolla nuk është në qytet, është në periferi të Parisit, por që erdhën gazetarë për ta mbuluar këtë si ngjarje dhe mbaj mend në paraqitjen time të parë në media, e mbaj mend që e kapën mikrofonin vajzat
dhe e bëma televizën tonë mitu. Pra folëm, ngritëm zërin për ato që kishim kaluar, për pjesën të madhe tonën ishte hera pa që po flisnim. Çka bani mend si u ndjet në atë kohë? Besoj që isha paksa e trënditur, shumë e lumtur, por dhe goxha e trënditur, sepse kishte një energji kolektive, dhe ishim vajzat të reja që po merrnim përsipër, po merrnim veprim, po merrnim mikrofonin dhe po bënim zë. Sepse vajzave të thuhet mos fol shumë ose mos bëj zhurmë, po atë ditë e ndruam komplet, e morëm mikrofonin, flisim me zë dhe ndjem krenare, po ashtu për shkak se pas kësaj qoj të televizja në Francë, ku gjitha shkollat blokoheshin, kishte aksionet e tjera, antiseksizëm e gjitha këto, pra ishte fillimi një lloj lëvizje edhe në Francë, dhe gjëja dytë për cilën jam krenuar, është fakti që arritëm që të rinjt dhe vajzat sidomos të reja i nxorën në debatin publik televizjes mitu që kishte ndodhur më parë. Do të thotë nuk është se vajzat ishin në debatin publik, ndërsa paradoksalisht ngacmimi seksual, pjesa më e madhe, është ndaj këtyre vajzave. Pra pse nuk ishim në pjesë e këtij debati? Pra pse nuk ishim përfshirë ne kur edukimi është qelësi për luftimin e seksizmit së të tillë. Shënli, jam shumë interesuar për këtë histori. Dua të di se cili ka qenë reagimi i qeverisë në Francë mbas këtij aktivizmi që ju filluat në këtë moshë kaq të hershme. Me njerë pas këtyre blokadave feministe, sepse pati një mbulim të madh medial, u bë virale kështu në gjithë shtetin dhe mbaj mend gazetarët që thresnin nga 7 mëngjesit deri në 11 të mëngjes dhe shumë shpejt autoritetet franceze nisën të travërin dhe mbaj mend gjëja e parë ishte ministri përballë ligjinor Marlène Schiappa dhe ai më dërgon një email edhe thotë që duhet të takoj. Dhe unë mora 2 shoqe dhe shkuam në ministri, por para kësaj nuk donim të shkonim në atë takim me duar thatë. Pra, bespari dhe funë në shkollë, mësimdhënësit në gjithë Francën, pra ja dojsuam këtë platformën për reformë shkollore, dhe pas kësaj, ministria prezantoi një ligj për edukim për bazi gjinor në shkolla. Normalisht në ligj në Francë, pra, duhet ketë edukim për bazi gjinor që në moshat e hershme, do të thotë edukimi seksuale bazi gjinor, por që nuk zbatoi, por pas takimit kjo doli në debatin publik. Dhe francezët nuk ishin se shumë të gatshëm, por që do të vazhdonim tutje, sepse francezët nuk ndjeshin rehat në këtë drejtim. Jeni paragjykuar nga njerëz? Në fakt, ndoshta jo. Kur pata paraqitjen e parë mediale, kishim shumë komente kështu të këqija, postime në Facebook apo në Twitter, nga mediat që nxjerrin ashtu ekstrakte nga ato fjalët e mia në media. Isha 18 vjeçar, po që kishte komente të tilla si jam e përdal apo që po më thoni që jam e pajishme, dukem si trans person apo edhe çdo gjë në lidhje me pamjen time. Dhe më së shpeshti ishin të moshuar këta persona. Mendoj me vetë as keni ndonjë gjë më të mirë për të bërë jetën tuaj se sa të kritikoni një jetë të re. Kështu ka qenë komentet, po përgjithësisht nga popullata ka qenë mbështetje. Si keni përjetuar do të thotë presionin që i bëhet këtyre aktivistëve, do të thotë pasi keni dalë në publik?
psikologjikisht ka qenë e vështirë në fakt. Nuk kam pasur ndonjë trajnim në media, nuk e di as çka do të thotë seksizmi ca muaj më parë. Pra isha zhytur në aktivizëm në një mënyrë keqësisht ndryshe. Pra nuk ishte ndonjë plan, ishte këtë natyrshme, këtë e papritur. Dhe disi u ndjeva mbi ngarkuar nga situata, do menaxhoja situatën disi, ja do të jetë ngarkuese, ke shumë kërkesa, ka shumë paraqitje në media, autoritetet që duan të takojnë punën në platformë të shkollore e kështu me radhë, të duket që je vetëm, por që është me rëndësi që të rrethohesh me njerëz të tjerë, sepse është puna kolektive e vetmja mënyrë. Kur flasim për këta, se janë sfidat personale më të vështira që i keni ballavaçuar si pasojë e këtij qëndrimi publik nga ju, sepse nga një moshë të re jeni bërë personin më ndikues në një periudhë shumë të shkurtër, që do të thotë nuk është se ka qenë lehtë për ta përjetuar vetë. Pa, cila ka qenë sfida më e madhe për mua në atë kohë? Besoj që sfida më e madhe ka qenë aspekti ndajme, sepse mbaj mend, kishte shumë mbështetje, por kishte edhe sulme. Pra ku je aktiviste, pra ti nis një iniciativë, një aksion, një veprim, dhe e ndi vetën të fuqizuar dhe duhet ta bësh dhe ka shumë përkrahje. Por gjithmonë ka njerëz dyshues, po ta shtysh një gjë që është tabu, ti nxjerr pasqyrën para shoqërisë, është përgjegjësi e madhe, sigurisht që do të ketë kundërsulme, gjithmonë ka hapësirë, dyshimi. Pra ato sulmet që vijnë mbrapa kësaj mund të jenë të rënda. Në atë kohë mbaj mend mësimdhënës që nuk ishin fare të lumtur me ato që po bëja, për kundër të tjerëve që më përkrahin, por që i mbaj mend edhe ato komentet urrejtëse. Doja respekt. Kishit dalë për të luftuar seksizmin dhe gacmimin në internet, por që ende ballavaçoheshin vetë me ta. Pra sakt, në atë kohë, ballavaçohesha me ngacmim në internet, edhe të fushatat e dezinformimi, vetëm 18 vjeç, me këto fushatat dezinformimi nga grupe njerëzish burrash që postonin në Twitter duke thënë se kisha një identitet të fshet dhe në fakt isha person shumë i rrezikshëm, po thosha më vetë çfarë drejtëshin, nuk është as pak e vërtetë, është thjesht dezinformat. Por që nuk fokusohesha aq shumë, mbaj mend një ish të dashur që kisha që më thotë tash po bësh figurë publike edhe duhet të mbrohesh. Dhe duhet të mbrohesh të dhënat, privatësinë, sepse ai fushat dezinformimi do të përdorte imazhet e mia private kështu me radhë, edhe thash me veti po duhet të mbrohem. Por që kisha e vetëdijshme çka do të thotë seksizmi në internet ose me bazë gjinore që bëhet në internet. Dhe tek diku në vitin 2020 aktivizmi im mori një drejtim tjetër, Stop Fisha është quajtur, do të thotë betejat e mia për të drejtat digjitale. Tani Shanli, kur kthehesh tek ai rrugtimi që ke filluar, siç e tha në moshë të hershme, e ke marrë parasysh të ndalesh ndonjëherë apo çka të ka motivuar për të shtyr përpara? Mendoj që ajo që më ka shtyr, ndoshta më duhet pak sekonda këtu që ta mendoj se si ta përshkruaj. Pra nëse ka pasur momente kur kam menduar të ndalem, ose të bësh një hapa, ka pasur ca momente kur kam menduar që të bëj hapa mbrapa për dy arsye. E po ka qenë kjo storlodhja, sepse si aktiviste është e vështirë të jesha të meritosh aspektin dhe ka tepër shumë presion, ka tepër shumë punë që duhet bërë,
Dhe të duket ndonjëherë që e barrën e gjithë shoqërisë është tepër e madhe, nuk është as pak e lehtë, dhe nuk është as e shëndetshme. Pra është shumë e rëndësishme që të balancosh punën me jetën, dhe për një kohë të gjatë nuk kam arritur ta bëj këtë, gjejat baraspeshën që t'i them jo disa mundësive, dhe pastaj që ta marr më nga dalë, sepse e djeg energjinë dhe nuk të mëtet asgjë. Nuk mund ta bësh luftën e vetme. Pra, të kujdesesh për veten është qelësi i aktivizmit dhe do të thosha sfida e dytë apo gjëja e dytë që më ka bërë të mendoj ndonjëherë që të ndalem apo të bëj hapa mrapa është kur ballafaqohesh me kritika nga kolegë, aktivistë të tjerë, nga njerëzit me të cilët rrethohesh. Ata fillojnë të ta kthejnë shpinën disa prej tyre dhe thonë jo se na duhet solidariteti, na duhet mekanizma, na duhen komunitet e kështu me radhë. Ndoshta këtu janë ato dy momente. Shanli, faleminderit shumë që shpjeguat këtë rrugë tim që keni vënë për të drejtat e njerëzit në Francë dhe jo vetëm. Do flasim pak për baraspeshjen midis jetës dhe punës në këtë pjesë të fundit. Duhet të fillojmë megjithatë këtë pjesë me pak muzikë. Të dashur dëgjues të Radio Kosovës, siç e shihni jemi duke realizuar një nga intervistat më të veçanta të këtij edicioni të emisionit Hynesha me aktivisten me famë botërore Shanli Clement McLaren, për kthimin e secilës ju jeni duke e dëgjuar në aspektin simultan. Është koha për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar, natyrisht për audiencën shqiptare, që të nisim këtë emision me një pikë muzikore, më pas kthehemi me pjesën e dytë të intervistës, ku do të flasim më shumë për balancimin e jetës së saj mes punës dhe jetës private, meqense e dëgjuat se ka pasur një presion të jashtëzakonshëm me gjithë aktivizmin që ajo e ka filluar në një moshë shumë të re. Qëndroni me valët Radio Kosovës, rikthehemi vetëm pas pak. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, jemi rikthyer sërish në studio, po ju shoqëron emisioni Hynesha, një nga edicionet më speciale të këtij emisioni, ku jemi duke intervistuar për herë të parë në valët Radio Kosovës dhe është për herë të parë në vizitën e saj zyrtare në Kosovë, aktivistja me famë botërore për të drejtat digjitale në aspektin global, Shanli Clement McLaren. Kemi folur në pjesën e parë të emisionit për gjithë jetën e saj të fëmirisë dhe mënyrën se si ka nisur gjithë aktivizmin për të bërë pastaj zëri më i rëndësishëm ndërkombëtar për këtë temë, ndërkohë që në pjesën e dytë do të fokusohemi tek balancimi i jetës së saj mes punës dhe familjes. Shanli, how do you feel in this second part? Shanli, si po ndjeni në këtë pjesë të dytë? Më duket mirë, më duket vetja gatshme. Faleminderit që jeni këtu, është nder për gjithë ekipin e Radio Kosovë. Tani do të flasim pak për jetën dhe punën dhe baraspeshjen midis të dyjave. Si arrini të baraspeshoni pjesët të tilla të jetës me një jetë të tillë kaq intensive profesionale. Tani, besoj e kupton edhe ti që kur punon në të drejtat e njeriut, është vështirë të ndalesh të mos mendosh për punë për disa arsye. Punon për drejtat njeriut dhe e kemi thënë më parë, pra sa po të zgjohesh i hap syt, edhe kur fillon aktivizmin për drejtat njeriut, janë si thjerza që të vijnë në sy dhe nuk mund t'i heqësh më çdo ditë të jetës pas kësaj. Ndonjëherë shumë vështirë që ti heqësh ato thjerzat e aktivizmit dhe pastaj është shumë vështirë të shkyqesh nga puna. Kështu që do thosha kjo është gjëja e parë. Dhe e dyta është shumë me rëndësi bësh dallimin, bësh atë kufizimin midis jetës personale dhe asaj të punës, dhe mos flasësh për punë kur e ke përfundu orarin ose punën, dhe duhet merresh me veten jashtë punës dhe jo thjesht të bësh diçka tjetër. E çka bën për vetë kujdesin për te punës? Cili është sekreti i muaj? Do të thotë që ta marrësh veten të fokusuar me vullnet për të vazhduar. Nuk është se kam ndonjë recept magjik, është thjesht punë në vazhdim e sipër. Për shumë njerëz në këtë aktivizëm kështu e bëjnë. Sa më përket mua,
Kam dy telefona, për shembull. Këtë telefonin e punës dhe telefonin personal, shumë me rëndësi. Dhe I përcaktoj orët, 9:30, 6:30. Pas orës 6:30 nuk flas më për punë. Pra, I vë kufi vetvetes dhe përtej këtyre kufive, kur kalon 6:31 pas dite, nuk jem në përpiqem të mos jem në internet, të mos përgjigjem e kështu me radhë. Përpiqem të shmang media sociale gjithsesi, sepse media sociale, ato përmbajtja drejtave të njeriut dhe të marrin shumë kohë e energji. Pra përpiqem të ngadalsoj paksa në media sociale dhe pastaj përpiqem të rilidhem me botën reale, me miq, me familjar, me partnerin tim, përpiqem dal edhe bëj gjëra këtë të thjeshta. Një çokoladë nxehtë diku, janë gjëra këtë të thjeshta, por që kjo na duhet si qenie njerëzore. Të ndalim pak te familja, çfarë roli luan familja ose rrethi ngushtë në përkrahje të punës suaj. Familjarët, miqt, partneri janë sistemi im I mbështetjes në fakt. Më kanë ndihmuar që t'jem e fort, unë mund t'jem e fort vetë, por që anija atyre më jep rehatin, më jep vetbesimin, atë hapësirën e mbështetjes, mund të llogaris tek ta. Vllai im I vogël është 14 vjeçar, që është që në atë moshën e ndërlikuar, por në thët a të vi me ty, sepse edhe unë du me ngrit vëdijen, ja unë them, po, pse jo? Pra, vllai im është në përkrasim në të mdhej. Ai bie që do t'i ndjek hapat tuaj, që t'jetë aktivist në të ardhmen? Ajo është shumë ndryshe. Unë I kam 4 vëllezër motra dhe janë shumë ndryshe nga unë. Jeni 5 fëmijë atëherë. Jo, në fakt jemi 4. 3 vëllezër e motër, unë jam më e madhe. Ata më shohin, kështu si shembull, si motra e madhe, por që janë shumë më ndryshe se sa unë. Dhe është kjo shumë në rregull, nuk është se detyrimisht do ta ndjekin rrugën time, më shohin, dëshiron t'i shtysh në anë drejtim. Unë do thosha që mas pare ata duhet jenë të vetëdijshëm, racizmin, seksizmin që ekziston në shoqërinë tonë, të kenë vetëdijen e të drejtave të tyre. Kjo është fundamentale për mua. Duhet jenë vetëdijshëm për të drejtat që I kanë. Tani, vazhdimin e hapat e mi, jo detyrimisht do t'jenë aktivist, do të mbështesin, do të shtyjnë përpara, por që do shta mbesin në prapavi. Lidhse pra, kur nuk je aktiviste, kush është Shanli në jetën e përditshme? Shanli në jetën e përditshme bën shopping, dhe në ato momentet më të bukura, siç e thash, çokoladë të nxehtë, kafe, me të vërtet gjëra këtë të thjeshta, dal me shoqe, me shok, kaloj kohë me ta, kam edhe miq në gjithë botën në fakt. Kam atë grupin e vogël në Paris dhe pastaj këtë grupin e madh në gjithë botën. I flas me ta, më pëlqen shumë të ustoj. Tani keni udhëtuar mjaft shumë në këtë jetën prej aktivisteje. Cili është udhëtimi prej më të mirëve që keni pasur? Dhe pse? Kjo që nga pyetja më e vështirë. Se cili udhëtim e ka ndjesinë e vet. Më ka pëlqyer shumë që jam këtu. Kam shkuar në Indi në tetor, në Brazil në gusht e shtator. Gjitha janë udhëtime shumë dashura për mua, sepse vazhdoj të mësoj për çdo. Ajo që bën speciale janë njerëzit. Ti je turiste, por që bësh shoqe në Indi, në Brazil edhe këtu, besoj kjo është qesit. A mund të pyes për njerëzit në Kosovë, si keni parë? Shumë mikpritës, shumë mitësor, dhe jam ndjef shumë e sigurt, shumë rehat, po thosha unë.
Ka qenë shumë mikpritje bukur e ngrohtë përfshirëse. Të ndalemi këtu pak për Kosovën. Si e shihni barazinë gjinore ose të drejtat digjitale në vendin tonë, sepse mbesim ndër vendet më të reja në moshë në botë. Nuk është se jam specialiste e barazisë gjinore, por që kanë bërë një lloj hulumtimi para se të vija, dhe jam takuar me shumë OJQ këtu, edhe me ty, edhe me të tjerë. Kam takuar rrjetin e grave të Kosovës, a UN Women këtu, pra kam arritur të marr një lloj vështrimi, një lloj pasqyre se çfarë ndodh. Kam lexuar një raport nga UN Women, agjencia OKB-s, pra që thotë që mbi 40% e grave këtu kanë përjetuar dhunë në internet, dhe kjo është specifike për Kosovën. Pra fakti që është çështja e mosnjohjes së Kosovës ndonjëherë. E dim që Meta, për shembull, që është pronarja e Facebookut e Instagramit, nuk e njeh Kosovën. E kjo ka ndikim në kuptimin e njohjes së të drejtave të popullit. Që i bie se duhet nisim një iniciativë për ta njohur Kosovën. Edhe vetë presidenti i Kosovës në fakt tash së voni ka folur për mungesën e moderimit të përmbajtjeve në gjuhën shqipe. Pra, është sfidë dyfisht, më së pari, mosnjohja e vendit si dhe tillë, dhe pastaj mungesa moderimit të gjuhës shqipe. E kjo e krijon ato që quhet rrezik i dyfisht për gratë dhe vajzat në Kosovë. Po çfarë mendoni? Çfarë mund të bëjmë ne në këtë rast? Pastaj, fushatat, ligjet, gjithmonë të mira, edhe globalisht, është nevojë. Ka të dhëna që kanë dalë së voni që thonë se vetëm 40% e vendeve në botë kanë ligje për sa i përket dhunës në internet. 60% nuk kanë ligje të tilla. Tani nuk e di kurnizën ligjore në Kosovë, por që jam takuar me organizata që më kanë thënë se mund mos ketë shumë kornizë ligjore për sa i përket dhunës në internet. Ndoshta kjo duhet jetë prioritet. Ndoshta punë që ju mund ta merrni si iniciativë ose OJQ-t, por që ka nevojë për ligje dhe pastaj normalisht për trajnime të policisë e institucioneve të tjera. Por ky grupi i Telegramit Alb King që kemi përmendur, dhe ka qenë shumë problematik dhe do të mund të ishte bërë një dënim i ashpër e që do të ishte mesazh i qartë për shoqërinë. Kjo nuk bën të bëhet sepse është e rrezikshme se hyn burg. Por në fund kanë dalë ca gjoba vogla, të lehta. Edhe ndoshta ky do të mund të ishte bërë shembulli për përmirësimin e të ardhmen. Pra kur flas për Kosovën, kjo ka ndodhur edhe në Francë. Kemi pasur çështje të tilla. Kemi shumë probleme që ndodhen dhe ka shumë gjëra për të bërë. Në fakt, është një problematik që është në zhvillimësi për gjitha vendet e botës, po përpiqen të gjejnë ato veglat ose mënyrat që funksionojnë ose nuk funksionojnë. Shanli, të ndalemi pak tek tema që keni përmendur në diskutimin e nivelit të lartë diplomatik, diplomacia dhe drejtat e njerëzit, sidomos për grupet e marginalizuar. Çfarë mendoni? Është situata e ngjashme në Francë, ku flasim për diplomacinë dhe drejtat e njerëzit. A ka zgjedhur shteti i Francës të përdorë diplomacinë për drejtat e njerëzit, sidomos për grupet marginalizuar? Kam punuar për ministrinë franceze të jashtme për një vit e gjysmë, si pjesë e politikës jashtme diplomacisë, ka kornizat të qarta për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe të drejtave të gruas. Por cila është gjendja në praktik pasaj? Dhe këtë desha ta pyes. Gjithmonë ekziston ai dallimi, po. Jemi pjesë e koalicioneve globale, kemi udhëhequr rezoluta të OKB-s, kemi ambasador për barazinë gjinore, për drejtat njerëzit, bile edhe për komunitetin LGBTQ.
Dhe nuk ka askund tjetër ambasador të tillë, ndoshta mund të jenë një atet. Që i bie se keni bërë një lloj revolucioni në këtë drejtim. Duke qenë që është era parë që ka një ambasador veçantë për të drejtat e komunitetit LGBT. Nuk ka të tillë në botë, jo. Është gjë pozitive, por duhet të shihet praktika. Ka korniza. Franca ka miratuar tash së voni kornizën feministe. Por tani duhet shohim se si po zbatohet ajo. E di që po punohet në monitorim aktualisht të rezultateve të asaj kornizë strategjike, pra duhet t'i mbajmë sy të hapur dhe të shohim se çfarë po ndodh. Por në përgjithësi, ka nevojë dhe kemi biseduar për këtë, e ke theksuar edhe ti vetë. Pra, që të shkojmë përtej fjalëve, t'i përkthejmë ato në veprim, për shkak se ka kriza demokracie në gjitha pjesët e botës, ka edhe prapësime të tilla, pastaj edhe luftë. Besoj që kjo është koha ku diplomacia duhet kthehet në veprim. Faleminderit shumë edhe për këtë pjesë, tani është koha që t'i kthehemi edhe pak muzikës në radioemisionin tonë, do të kthehemi me pjesën e tretë dhe të fundit për reflektimin dhe frymëzimin. Dhe pastaj disa citate nga ju. Perfect. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, i rikthehemi sërish muzikës në përfundim të kësaj pjese të dytë të intervistës ekskluzive me Shanley Clement McLaren. Ndërkohë që ju mos u largoni nga valët e Radio Kosovës, rikthehemi vetëm pas pak me pjesën e tretë dhe të fundit. Miq të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në këtë pjesë të tretë të emisionit Hynesha në një format komplet ndryshe, sepse kemi një mysafire speciale që ka ardhur nga Franca e që është aktiviste me famë botërore për të drejtat e njeriut me theks të veçantë të drejtat digjitale. Tashmë e keni kuptuar që po flasim me Shanley Clement McLaren, e cila po tregon shumë çka nga perspektiva e jetës së saj dhe revolucioni i jashtëzakonshëm që ka bërë në Francë në aspektin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Shanley, how do you feel in this? Si ndjeni Shanley në këtë pjesë të tretë të këtij emisioni? Po ndjem mirë, në fakt. Jam shumë nderuar që i kemi këtu për herë të parë, por sigurisht mendojmë që nuk do të jetë hera fundit vizita juaj dhe fundin në Kosovë. Sigurisht që jo. Duam t'ju ftojmë prapë. Dhe dua të di, çfarë do t'i thoshe vetës tënde kur ke qenë më e re në fillim të rrugtimit? Vetës sime më të re do t'i thoja, beso në veten, nuk mund ta dyshosh veten, dëgjoje veten, dëgjoje çfarë të thot zemra, do thot, pa dëgjosh veten brendin tënde. Aty duhet t'i besosh mendimit, qëndrimit, pra ta dëgjosh brendin. Do shta kjo do t'ishte këshilla. Kur flasim për këtë, ka pasur ndonjë moment që ka thonë ta ndali krejt, kështu të tërhiqem krejtësisht. Je ndje e lodhur shumë edhe të thuash me veten, do ndalem këtu. Në fakt ka ndodhur disa herë që të ndalem, të mendoj të ndalem, të bëj hapa mbrapa, të ndal aktivizmin apo diçka të tillë. Dua të marr frymë dhe të kem jetë normale kështu me radhë. Sepse nuk kam jetë normale. Po që asnjëherë nuk e kam ndërmarrë në fakt, në realitet. Kam ende shumë shpresë dhe shpresa, fuqia e te kalon mundit. Kush është personi më motivues në jetën tënde? Është pyetje me të vërtetë e madhe, e di që mund t'i lloj pak saj egoiste, ndoshta vetvetja ime, sepse në fakt, çfarë duhet të them? Kam shumë burime frymëzimi, vetë shokët e mi aktivist, por edhe njerëzit me të cilët kam bashkëpunuar afërsisht, gazetar që kam takuar në Francë, pa shumë kohështë që më kanë dhënë atë kurajin që të vazhdoj tutje, por në fundit duhet të kesh atë gur themelin tënd, dhe themelit e mia janë ndërtuar për shkak të rrëfimeve, storeve, të motrave të mia, të
grave në familjen time, vajzave përreth meje, sistemit tim të mbështetjes. Këto më kanë ndërtuar ato rrënjët ose themelit e mia. Pra, dhe kur them vetvetja, unë jam vetëm produkti final i identitetit tim, por edhe i gjitha rrëthimeve, të gjitha kontributeve që në identitetin tim. Dhe cili është mësimi më i madh që aktivizmi të ka dhënë? Cili është mësimi më i madh jetësor që aktivizmi ta ka mësuar? Mësimi më i madh që aktivizmi më ka mësuar është që ta rrethosh vetët në një kolektiv. Solidaritetin ndërkombëtar është tu qelsi, ashtu si ai lokal, por do thosha ta rrethosh veten me njerëzit më të afërt. Ata duhet të jenë të besuar dhe do të jesh e sigurt me kë rrethosh, sepse ndonjëherë mund të ketë gjëra goxha serioze, kërcënime me vdekje dhe pastaj përndjekje. Pra të duhet ta njerëz që të jenë për krah teje. Pra një grup i vogël i njerëzve të besuar tek të cilët mund të llogarisësh. Dhe kur e kujton gjithë rrugtimin, si e definon suksesin në jetën tënde personale dhe pastaj të sociale. Unë do thasha që suksesi mund të matet me rezultatin e aktivizmit dhe mund të jenë raste individuale e deri tek ndryshimi kolektiv. Pra, për aktivizmin tim, rrugtimi im, sukses është kur të mbaj mend një mike timen që kishte një rrëfim të vetin të cilin donte ta nxjerrte edhe unë po e mbështesja për vite me radhë që të flas publikisht, sepse është rrëfim shumë i rëndësishëm. Pra suksesi im në atë kohë do të ishte kur atë ndërlidha me gazetarë dhe për herë të parë foli dhe isha prapa saj, isha për krah saj, e mbështesja. Dhe ky ishte suksesi për mua, një gjë shumë e vogël, një rast individual, por po ashtu janë ndryshime të mëdha, siç është reforma shkollore në cilën kam punuar, ose lëvizja sociale, feministe digjitale. Ta që keni marrë çmime në fakt, po, çmimin më të rëndësishëm. Kam marrë çmimin e summitit të aktivistëve të rinj të Kombeve Bashkuara, që ka marrë nga vajza e Simone de Beauvoir, që është një prej ikonave feministe të botës. Dhe është gjë historike në fakt. Këto kanë qenë momente të rëndësishme, të mëdha, që e kanë shënuar jetën time. Dhe pyetja fundit për këtë emision, cila është ëndra juaj më e madhe? Ëndra për cilën punon, vazhdon të punosh. Më duket që kam disa, ose mirë, atë ndani vetëm një me ne. Just one for us. Share just one with us. Aksa ndërlikuar kjo gjë. Dua një botë ku nuk ka luftra, ku nuk ka pabarazi shoqërore, ku të drejtat e njeriut respektohen, sepse flasim për barazinë gjinore, të drejtat e gruas, drejtat e grupeve e komuniteteve marginalizuara, rregullimi i platformave sociale, por të gjitha këto kanë të bëjnë e rrethojnë një temë, respektimi të drejtave themelore të njeriut, dhe kjo do të ishte ëndra ime, një botë që respekton, mbron, siguron të drejtat e njeriut në gjitha kontekstet. Një mesazh goxha i fuqishëm. Shanli, faleminderit shumë. Ky ishte fundi i intervistës. Pata nderin që t'ju mirëpres në Republikën e Kosovës për herë të parë, në emër të Radio Kosovës, si ekip dhe gjithë popullit të Kosovës, të dëshiroj gjithë të mirat dhe të falenderoj për çdo gjë që po bën, si aktivizëm për të drejtat e njeriut, jo vetëm në Francë, por globalisht. Duam t'ju mirëpresim prapë, shumë shpejt në Kosovë, të vazhdojnë punën tonë përbashkët me aktivistët e ri. Faleminderit shumë Elvana që më keni ftuar dhe me të vërtet ka qenë graci e madhe. Faleminderit shumë. And it has been a great pleasure. So thank you very much. Thank you.
Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një intervistë ekskluzive me Shanley Clement McLaren, aktivisten me famë botërore për të drejtat digjitale në Francë dhe jo vetëm, e cila shpalosi shumë çka ekskluzivisht për dëgjuesit e Radio Kosovës nga jeta e saj e fëmijërisë tek ajo personalja deri tek arritjet e mëdha profesionale që ka bërë në jetën e saj. Me mua Elvanën dhe një hyjnësh tjetër, bashkë dëgjohemi javën tjetër.